Ju mund thoni çfarë doni, por unë nuk besoj se ka njëri që i bën specat me hudhër me kos me suxhuk më mirë se unë. I vendosim specat dhe suxhukun te kjo pita bread dhe nuk ka sanduiç më të mirë. Ndërkohë doja t'ju pyesja, a doni ta dini edhe recetën e piteve? Nëse po, më shkruani te komentet. Sot doja të provoja diçka ndryshe, kështu që mora këto salçiçet nga Argentina. Dhe normalisht që nuk shkova me avion në Argjentinë vetëm për këto salçiçet, por e gjeta një supermarket Argentinas. Dhe po, salçiçet janë salçiçe lope, do t'i presim në këtë mënyrë dhe do t'i skuqim në tigan. Me qëra fjala, shumë për jush që i shikoni videot e mia, i bëni like, i komentoni, por nuk më keni akoma follow, pse nuk e shtypni butonin follow, ju lutem. Pasi kemi hequr salçiçet nga tigani, do të presim specat dhe do t'i skuqim dhe ato pak. Normalisht, po të isha në Shqipëri do përdorja gjiz, por nuk kam ku ta gjej gjizën këtu, kështu që do përdorim djath të bardhë. Dhe sekreti i kësaj recete është pana. Pasi shtojmë djathin, do të shtojmë dhe një kuti pana. Do ta lëmë që të skuqet për 2-3 minuta, pastaj do të shtojmë brenda salçiçet. Dhe ja ku e keni recetën gati. Më besoni që është aq e mirë, unë vetëm kur e shikoj, po më hahet prap. Më shkruani te komentet nëse doni ta dini recetën se si ti përgatisni këto pita bread. Do t'i lexoj gjitha komentet. Dhe në fund fare marrim pita bread, i vendosim specat, suxhukun, gjizën edhe nuk ka më mirë. Faleminderit shumë që ndoqët videon. Ciao.